الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الروم آيات 21. Ham falënderimet tona të panuar të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumta qofshin mbi të zgjedhërin e njerëzimit Muhammedin alayhi salam, familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, jemi në hutbën e tretë të temës që jemi duke folë rreth disa dhuntive të pafalënderim. Dhunti nimete të cilat Allahu xhaleshanuhu është duke na i mundsu e për të cilat ose nuk jemi duke falënderuar Allahun xhaleshanuhu ose jemi duke falënderuar shumë pak. Në dy hutbet e kaluara kemi folë rreth dy dhuntive që kanë qenë pasuria edhe evladi. Sot inshallah do të flasim për dhuntin që nuk kemi dëshirë për fat të keq shpesh as me fol, e që është çështja e bashkëshortes. Apo në të njëjtën kohë anasjelltas çështja e bashkëshortit kur është fjala për gjininë e kundërt. Kjo dhunti që në esencë vërtet është dhunti edhe nimet, është nimet që Allahu xhaleshanuhu i mundson atij që don. Po është dhunti përderisa ka desht Allahu xhaleshanuhu që inshallah edhe çështja e hyrjes në këtë jetë edhe hapjes së kësaj faqe të re në jetën e të riut musliman apo të res muslimane është duke u realizu në bazë të asaj çka vërtet jemi të porositur me Kur'an edhe me sunnet të pejgamberit alayhis salam. Përderisa jemi ata të cilët edhe në zgjedhjen e bashkëshortes apo të bashkëshortit kur është fjala për gjinin tjetër, i kemi parasysh ato që Allahu xhaleshanu dhe pejgamberi alayhis kanë porosit, atëherë pa dyshim se ajo ka me qenë nimet dhe ka me qenë dhunti. Dhunti për të cilën vërtet meriton Allahu xhaleshanu të falenderohet. Dhunti sepse të këtillat kur kanë qenë më herët, kanë qenë ato të cilat kur i kanë përsjell burrat e tyre për të dalë në mëngjes nga shtëpia për të asiguruar kafshatën e bukës, ju ndrejtuar dhe ju kanë thënë atyre: ittaqillaha fina fa inna nasbiru ala al-ju'i wa la nasbir ala adhabin nar. I kanë thënë dhe burrit e vet, bashkëshortja kur e ka përcjellë dhe ka thënë: ki e dro Allahun xhaleshanuhu në ne, në familjen tënde, në mu edhe në evlat që po i lën në shtëpi. Ki e dro Allahun xhaleshanu me një fjalë në atë se çka po na sjell ti në mramje në shtëpi, apo na sjell prej asaj çka e ke fitu me krah me një fjalë e me djersën tënde, apo eventualisht të kundërtën me haram. Ki e dro Allahun xhaleshanu në neve, sepse neve i bëjmë kanë thonë durim fukarallëkut edhe çështjes së skamjes, por nuk kemi mundësi me i bë sabër dënimit të zjarrit. Ajo është që na nuk kemi as i takati. Prandaj ke këte parasysh kur po del prej shtëpie. Këto bashkëshorte që kanë qenë të këtilla kur i kanë porositur thot bashkëshortë e tyre me këte, padyshim se kanë qenë të vetëdijshme, do thotë edhe kanë qenë ato të cilat vërtet njeriu me audit hakun atyre meriton Allahu xhaleshanu të falenderohet vazhdimisht. Po edhe ana sjelltas edhe kur fjala e bashkëshorteve, kur fjalë për bashkëshortet e tyre. Për atë pejgamberi alayhis salam duke i përshuar të tillat ka thonë: rahimallahu mra'atan qamat min al-layli fa salat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadhat fi wajhi al-ma
thot Allahu e mëshiroft një grua e cila është e atill që me një fjalë është ngrit apo ngritet në natën, edhe fal namaz, kur fjala për namazin e natës, edhe e zgjon bashortin e vet. Thotë nëse është ai prej atyre që refuzon kur ta thret bashortja për të ngrit për namaz, thotë atëherë ka të drejtë edhe madje me i hedh, do thot një pjesë të ujit apo një bardak ujë që thotë të ftoftë. Kjo grua që e bën këtë do thot për hir të Allahu xhaleshanu, jo vetëm mja bo çefin do thot burrit kur fjala për atë që është në kundërshtim me atë që porosit Allahu xhaleshanu, është ajo e cila vërtet do thot meriton që muslimani me synu të tillën. E në këtë aspekt ne vetim se pak janë aso burra që din do thot me vlerësu këtë. Por këto janë ato të cilat e kanë kuptuar atë që porosit pejgamberi alayhis salam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nuk kanë nënshtrim ndaj krijesës në dëm edhe në mëkat ndaj krijuesit. Po itati ndaj burrit është i madh edhe është i vlerësuar në Islam. Edhe neve normal që në këto hutbe nuk e kemi qëllimin të flasim në detale rreth jetës bashkëtorë, rreth jetës edhe obligimeve të të gjëra këto. Po padyshim itati nënshtrimi ndaj burrit është do të prej gjërave që kërkohet për çdo bashkëtorë. Por nënshtrimi do të thotë me shymshel edhe nënshtrimi do thot në të mirën në të keqe, kur fjala në dëm të Allahut të pejgamberit alayhis salam, atëherë kjo është munafikluk. Prandaj edhe ajo që është gru burnesh që themi ne, nuk e lejon veten që me lshu veten në këtë gjendje. Prandaj me një rast ka qenë një Riyah al-Qaisi rahmetullah alayhi, ka qenë prej njerëzve tepër të devotshëm. Kur ka vendosur me u martue, edhe i kanë propozuar do thot një prej vajzave të asaj kohe, e të cilën ja kanë lavdruar se është besimtare e devotshme, edhe në bazë të asaj edhe ka pranuar që të martohet me te. Për ta provu këtë, qysh në fillim do të martesës ai ka rënë në gjumë. Edhe pasi që kanë flajt me një fjalë një pjesë, është ngrit ajo grua për ta falë namazin. Edhe e ka thirr, do thot kur kanë bërë thot 1/4 e natës. E thret do thot Riyah al-Qaisin thot kum fasalli, thot ngrihu edhe të falesh. Ai thot po tash po qohem, edhe nuk qohet. Flan ajo vazhdon të fal namaz thot. Prap do thot kur mbeten thot 1/2, prap e thret qohem me një fjalë të falsh namaz. Prap ai thot do të qohem edhe nuk qohet. Deri në 4 herë do thot edhe sa kur vesh kalon nata e tëra. Edhe atëherë kjo grua në fund, duke pas parasysh se edhe kjo të njëjta gjëra i kanë dëgjuar për te, që ja kanë lavdruar do thot këtë njeri, thot madal lejlu wa askar al muhsinun wa anta naim, thot kaloi nata edhe çka ushtria e bamirësve, atyre që janë vërtet adhurues të sinqertë të Allahut, të cilët janë të veçantë të pjesët e natës, thot edhe kjo thot kaloi. Prandaj thot lejtë shari men gharrani bik, thot kush ke ai me një fjalë që më murr në qafë ma shkurt të thot. Edhe çka më mashtroi në ty, të mendoj thot se a thu çfarë bashorti me një fjalë të devotshëm do thot e kam zgjedhë, kam pas fat. Wa qamat ar-ruba al-akhir, edhe është ngrit me një fjalë, edhe ka vazhduar atë pjesë të vogël të natës që i ka mbetë në namaz. E këtill ka qenë thot kjo grua e cila meriton me qenë shembull për gratë e sotshme, për femrat e sotshme, për ato të cilat mendojnë do thot të zgjedhin bashort në jetën e tyre, bashort të cilët vërtet meritojnë me pas falënderim të dy anshëm. Meritojnë thot që me qenë prej atyre që Allahu xhaleshanu i përshkruajti do thot në ajetin që e lexova në fillim, wa min ayatihi an khalaqa lakum, nga argumentet e Allahu xhaleshanu është se ka krijuar nga vetja juaj thot bashorte li teskunu ilejha, që të gjeni prehje me një fjalë të to, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, edhe në mes jush ka kriju thot Allahu xhaleshanu dëmshuri edhe rahmet, mëshirë në mes do thot bashortëve. Inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun, vërtet në to ka argumente për ata të cilët kuptojnë, ata të cilët me një fjalë meditojnë edhe mendojnë. Për atë edhe neve e dim se këta njerëz që e kanë pas parasysh dhuntin e Allahu xhaleshanu në aspektin e bashortëve edhe e martesës, këta e dim se e kanë respektuar atë që pejgamberi alayhis salam ka porosit, kur ka thënë se tunkahul mar'atu li arba'in,
martohet me një fjalë gruaja apo femra për 4 gjëra. Zakonisht nuk dalin njerëzit jashtë këtyre. Thotë e para e tyre është limaliha, për pasurinë që ajo eventualisht e ka. Lakmon do thotë në pasurinë e saj. Tjetri do thotë li hasabiha, për shkak të farefisit. Tjetri thotë li xhemaliha, për shkak të bukurisë që e ka. Tjetri li diniha, për shkak të dinit dhe moralit që e ka. Fadhfar bi dhati dini taribet yadak. Thotë zgjedhë atë që ka moral edhe fe, ndash me qenë prej të pasuruarve, prej atyre që do të fiton. Do të fiton me një fjalë edhe në këtë botë edhe në ahiret. Këta njerëz padyshim se i kanë pas parasysh këto gjëra, edhe kanë zgjedh këtë anë, për atë edhe padyshim se kanë qenë prej atyre që kanë fituar edhe qysh Allahu xhaleshani ka përshu që të tilllat që vërtet janë të devotshme edhe e din hakun e burrit, po edhe të njëjtën kohë burrat që e din hakun e grave, i ka përshu Allahu xhaleshani dhe ka thënë hunne libasun lakum wa antum libasun lahun. Thotë ju jeni, ato janë prehje për ju, janë mbështjellje, ma shkurt, janë prehje ku e gjeni veten, ku pushon me një fjalë njeriu, po edhe ju jeni për to padyshim thotë prehje. Jeta do thotë e besimtarve edhe jetës bashkëtorë islame padyshim se është e tillë. Është prehje e cila gjithmonë është e përcjellur me dashuri, edhe është e përcjellur padyshim me mirëkuptim edhe çështje të respektimit të dy anshëm. Kurse si qysh po paramendohet jeta bashkëtorë të shumë prej do thotë vëllezërve edhe motrave tona thotë në kushtet tona për fat të keq, të cilët vërtet nuk po e zgjedhin këtë të fundit që është çështja e zgjedhjes në bazë të moralit edhe dinit. E që këte neve po flasim për femrën, por në të njëjtën kohë edhe femrat kur zgjedhin në mesin e burrave apo djelmoshave, të njëjtën gjë duhet ta kenë parasysh, mos ta shiqojnë vetëm çështjen e pasurisë apo eventualisht aspektin e bukurisë, gjëra këto të cilat jo se mohohen, por nuk guxojnë me qenë prioritet, nuk guxojnë do thotë me qenë ato parsoret në aspektin e zgjedhjes tonë. Parsoria duhet me qenë çështja e dinit dhe moralit të tyre, atë të cilën edhe e ka bërë Said ibn al-Musayyib, që ka qenë thotë dietari më i madh llogaritet prej do thotë tabeinëve. Ahmed ibn Hanbali ka llogarit si fakihin më të madh të kohës në kohën e tabeinëve. Ky njeri e ka pas fatin që jo dikush tjetër, por halifi i muslimanëve i asaj kohe, Abdul Malik ibn Marwani, më ia kërkuë vajzën për djalin e tij. Said ibn al-Musayyib nuk ka pranuar dhe nuk ja ka dhënë vajzën do thotë këtij njeri. Po vajzën e vet e ka martuar me një prej talebeve të tij, të cilin do thotë kur ja ka ofruar thotë martesën e vajzës së tij, e ka pyet çka ki me një fjalë nga mehri, nga prika që e quhet thotë pagesë që bëhet kur fjalën në aspektin e lidhjes së kurorës. Thotë çka mundesh me ofru prej saj? Thotë vallahi ja sheh, nuk kam thotë para veti një dirhem e kam thotë, çash kam mos. Thotë me atë dirhem thotë unë të martoj ty me vajzën time. Edhe e marton thotë këtë njeri, me vajzën e tij, e refuzon djalin me një fjalë e halifit më shkurt të kryetarit të shtetit të asaj kohe. Këta njerëz kanë pas parime, më shkurt kanë pas do thotë qëndrime që kanë qëndruar prapa tyre. Nuk kanë qenë njerëz do thotë të cilët i ka mashtruar çështja do thotë e dheut, e pasurisë, çka do të qoftë e cila që e dim e tëra është prej dheut, por kanë menduar thotë për gjëra shumë më të larta. Kanë menduar për këtë pjesën e fundit të hadithit që pejgamberi alayhis salam pra po porosit, edhe prandaj kanë qenë në gjendje edhe me ditë edhe çështjen e vlerës së bashortit edhe të bashortës. Prandaj edhe kanë qenë ata të cilët e kanë falendëruar Allahun xhaleshanuhu edhe për këtë nimet edhe për këtë dhunti që me të vërtet nuk ka do thotë dhunti më të madhe se sa do thotë kjo kur është fjala për atë do thotë i cili sprovohet në këtë jetë. E dunja kulluha mata, ka thënë pejgamberi sa dunjaja, bota e tëra është më shkurt thotë çështje e pasurisë. Wa khairu mataiha al-mar'atu salihah. Thot e pasuria më e madhe që mund t'i ofrohet e t'i mundsohet njeriu, thot është bashortja, thot që është e devotshme. Inshallah Allahu xhaleshan na bën për atyre që vërtet janë të kujdesshëm në këtë aspekt. Mas pari prinja që janë prind arrin që me eduku do thot vajza edhe djem, të cilët kanë me qenë në gjendje inshallah nesër me qenë prej të tillëve që njerëzit t'i zgjedhin për shkak të moralit edhe devotshmërisë që e kanë, jo për shkak as të farefisit, as të bukurisë e as të pasurisë, por t'i zgjedhin për shkak të
Do të çështjes së devotshmërisë dhe fesë. Kur njeriu e ka këtë, biidhnillah nuk kanë mi mungu edhe të tjerat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiun mujib.